Virtyti i katërt, ai është një prej nipave të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. I dërguari i Allahut ka thënë, Huseini është nip prej nipave. Edhe ky është një hadith që e ka fillimin në virtytin e tretë dhe të katërt. Hadithi i përmendur te Tirmidhiu është në këtë formë: Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit, duaj atë që e do Huseinin o Zoti im, Huseini është një nip prej nipërve. Megjithatë, në disa transmetime të tjera thuhet Hasani dhe Huseini janë dy prej shumë nipërve të mi. Heithemiu rreth këtij hadithi shprehet se ka një transmetim të saktë. Përsa i përket fjalës nip, sibtun, të përmendur në hadith, në fjalorin e madh të gjuhës arabe, lisanul arab, thuhet: Huseini është një prej nipërve, një ummet prej ummeteve në mirësi. Këtu pra fjala nip është në të njëjtin kontekst me fjalën ummet, bashkësi. Ky sqarim nënkupton se fjala nip e përdorur në hadith është në të njëjtin nivel me fjalën ummet, bashkësi, në mirësi. Shpjeguesi i librit At-Taju al-Jami'u lil-Usul në librin e tij Ghayatul Ma'mul Sharhu At-Taju al-Jami'u lil-Usul ka thënë: ajo që nënkuptohet në këtë pikë është se Huseini, Allahu qoftë i kënaqur me të, me moralin dhe veprat e tij të mira në jetën e tij është si një bashkësi punë mirë, siç thot Allahu i madhëruar: Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Me të vërtet Ibrahimi ka qenë prijes shembullor me të gjitha virtytet e mira, i përulur para Allahut me besim, monoteist dhe nuk ka qenë nga idhujtarët. Në ditën e gjykimit, Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, do të ringjallet me po aq madhështi sa do të ringjallet edhe vetë ummeti i të dërguarit të Allahut